Pedagogët ju kërkojnë studentëve të blejnë libra që mbajnë natyrsinë e tyre. Këta libra kërkohen që në orën e parë të leksionit dhe ky fenomen është i përhapur në shumicën e fakulteteve në Tiranë. Jo, në erdhi orën e parë me ishin tekstet saj dhe na vendosin në secilën bankë. Gjithashtu na kërkoi çmimin për 800 lekësh për secilën libër. Ky çmim përkonte me çmimin që kishte libri i saj. Në atë moment jo gjithë studentët kishin lekët me vete dhe që nga ai moment ato u penalizuan. Kështu është shprehur Elsa Hasa, një student në Fakultetin e Shkencave Sociale. I njëjti fenomen është përhapur dhe në fakultetet e tjera. Studentët ankohen se pedagogët kërkojnë të blejnë librat e tyre me patjetër. Ka raste që pedagogët të veçantë nuk paraqiten në asnjë orë leksioni, nëse studentët nuk kanë librat e tyre dhe shkojnë vetëm në orën e provimit. Në degë të veçanta, si ajo gjeografisë, pedagogët që akoma nuk kanë përfunduar librin e tyre dhe sapo kanë emëruar në detyrën e mësimdhënësit, japin leksione me shënime për studentët dhe nuk pranojnë të sugjerojnë tekstet e autorëve të tjerë. Problemi me literaturën shfaqet në mënyra të ndryshme. Nuk ka vetëm literaturë të detyruar, por dhe mungesë të literature. Në master, studentët ankohen se nuk kanë tekstet bazë për shkak se nuk kanë literaturë të përkthyer në gjuhën shqipe. Ndërsa studentët e sistemit bachelor përballen me një tjetër problem, leksione në gjuhë të huaj. Pedagogë në degë të ndryshme, si ajo administrimit dhe politikave sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale, ju dërgojnë studentëve leksione anglisht përmes emailit, të marrë nga faqe të ndryshme webi, pa i përkthyer apo shpjeguar më parë. Studentët e sistemit bachelor të viteve të para vijnë nga qytete të ndryshme. Gjithashtu, të ndryshëm janë dhe programet mësimore në gjimnaze nga ato vijnë. Përveç ndarjes së gjimnazeve sipas profilit të tyre nga shkollat e mesme, ndahen dhe sipas gjuhëve të huaja që kanë në program. Një pjesë e konsiderueshme e studentëve kanë mësuar në gjimnaz gjuhën frënge dhe është e vështirë për ato që të mësojnë anglishten. Studentët thonë se është e vështirë edhe për ata që zotërojnë gjuhën angleze që të mësojnë leksione në gjuhë të huaj për shkak të termave të panjohur dhe përmbajtjeve të artikujve. Kjo literaturë në provimet e sezonit që kaloi zuri rreth 50% të tezave përkatëse. Arsimi i lartë po plagosen nga përfitimet vetjaka të pedagogëve të veçantë, ndërsa personat përgjegjës janë bërë palma ata që shfrytëzojnë dijet e tyre për të vënë disa para më tepër më një anë. Gjithçka në kurriz të buxhetit të varfër të studentëve dhe të arsimit cilësor.